A I gjeti një aeroplan të rrëzuar në xhungël, mori surprizën e jetës së tij. Bart vështronte me fri nga dritarja e kabinës së avionit të vogël charter, mezi mund t'u besonte syve. Ja ku është, bërtiti ai, me zërin e tij të mbushur me abi. Teksa u kthye në aeroportin e largët, Bart vuri në dukje shpejt koordinatat, duke ditur se sapo kishte zbuluar një pjesë të historisë të humbur prej kohësh, të fshehur në ndrithrat e dendura, të harruara deri në këtë kohë. Ai e kuptoi urgjencën tani që kishte përcaktuar vendodhjen. Nëse ai mund të dallonte atë nga qielli, të tjerët me më pak përvojë mund ta kishin vënë në re gjithashtu. Koha po ikte dhe ati u desh të arrinte në vend përpara kujdo tjetër, I armatosur me lejet e nevojshme. Ai ishte ende kujdesshëm ndaj piratëve vendas, të cilët mund të vinin të parët dhe dëmtonin reliket shekullore që nuk mund të riparoheshin. Por përpara se të vazhdoj, shtypni butonin pëlqim, abonohuni dhe bjerini ziles së njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni kurrë historitë tona të ardhshme. Bart kontaktoi rjetin e tij të vjetër, por u prit me hezitim nga kolegët që dikur hodhën poshtë teoritë e tij të egra. Megjithatë, me prova konkrete në dorë, ata nuk I rezistuan dot të mundësisë për t'u bashkuar me të. Arkeolog dhe eksplorues nga Oxfordi dhe Gjeneva hipën në një aeroplan të etur për të hetuar